Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e kremit. Në një enë më të madhe dhe më të thellë, do të shtojmë 400 ml krem pona për ëmbëlsira, sigurohuni që kremin pona ta keni direkt nga frigoriferi. Tek kremi pona shtojmë 4 lugë gjelle me sheqer pluhur. Vazhdojmë përzijim me mikser për 3-4 minuta derisa kremi pona troshet mirë. Pasi e përzijim mirë për disa minuta dhe formohet një krem i trosh, vazhdojmë tani që ta shtojmë kremin e djathit. Mund të përdorni krem djathi si mascarpone ose Philadelphia ose labne. Në total do të shtojmë 500 gram krem djathi. Vazhdojmë përzijem tani edhe një herë me mikser derisa të dy kremat lidhen dhe të bëhen bashkë. Në këtë recetë do të kemi nevojë edhe për biskota, nga biskotat nga të cilat përgatisim ëmbëlsira të ndryshme. Në total do të kemi nevojë për 400 gram dhe unë sot do të përdor nga këto të thjeshtat në formë katrore. Merrni afër vetes në një enë më të vogël, aty shtoni diku 200 ml qumësht të ftoftë dhe vazhdoni që t'i zbutni biskotat për 2-3 sekonda. Marrim një tepsi në formë katrore dhe vazhdojmë aty t'i rendisim biskotat. Rendin e parë të biskotave e kemi gati dhe unë sot vendosa që ta bëj 4 renda me 3. Vazhdojmë sipër biskotave ta shtojmë gjysën nga kremi që e kemi përgatit. Pra sigurohuni që e ndoni në gjysë. Vazhdojmë tani me ndihmën e një luge e përhapim me kujdes kremin mbi tërë sipërfaqen e biskotave, duke u siguruar që do ta hapim në mënyrë të barabartë. Tani sipër kremit vazhdojmë rendisim edhe një rand tjetër me biskota, duke i zbutur ato në qumësht ftoftë dhe duke i renditur. Tani vazhdojmë që ta përgatisim kremin tjetër me kikirika. Para se t'i përdor kikirikat, do t'i bluajmë në blender. Unë pa përdor në total 350 gram kikirika, por po i përdor të kripura. Në këtë mënyrë do t'a theksojmë më shumë shijen e ëmbëlsirës. Tani për t'ia dhënë atë shijen unike të Snickers çokoladës, tek kikirikat do të shtojmë 400 gram krem karamel. Unë po përdor krem karamel të gatshëm, mund që ta bëni edhe në shtëpi. Tani me lugë përzijim që të bëhen bashkë kikirikat me krem karamelin. Tani sipër biskotave e shtojmë kremin me kikirika dhe karamel. Dhe tani gjysa e kremit të mbetur, vazhdojmë e shtrojmë sipër kikirikave. Dhe vazhdojmë rendisim edhe një rend tjetër me biskota. Tani largojmë tepsin me ëmbëlsirën anësh, vazhdojmë që ta shkrim çokoladën. Në një tenxhere më të vogël kam shtuar 150 ml krem pona për ëmbëlsira. Tek kremi pona do të shtojmë 150 gram çokoladë, por unë zakonisht në ëmbëlsira përdor çokoladë të qumshtit, jo për gatim. Pasi e mbulojmë me çokoladën e shkrirë, gjithçka që duhet të bëjmë është që të presim që ëmbëlsirat ftofe dhe të shtrëngohet në frigorifer. Pasi është me krem djathi, është mirë që të pushojë më së paku 4 deri në 6 orë. Por zakonisht unë këto ëmbëlsirat pa pjekje i lë që të ftofen në frigorifer gjatë tërë natës dhe i shërbej ditën e nesërme.